O, zoti Lazgush, se zoti Lazgush i thoshe. Zoti thoshe, Elena. Edhe Elena dhe Po si Ismail. tha, E bosi princ rusi, thoshte. Edhe shiko, se ata vinin kështu këto... Dhe ka të qepur, Jo, kjo, kapelja mo që është te filmi me Vlanit, duket aty që është e grisur kapelja. Tani, më thujë që për qenin? Cucin e morën po grades, ja njëshin dhe njënën dhe babë, po kishim pas në Lolkën, Bobin, Birkën, kishim pas plot qenë. Tani, shoku më i afërt i Lazgusht ishte Cuci. Shoku më i afërt ishim ne gocat e tij dhe gruaja. Kur vdiq mami ishim ne. Por ja, ai që shoqëron dhe po thëmë që bëndet gjiron, po thëmë unë. Zera vogla, më sa i mirë që ishte, po ai gati vetëm gojës kishte. Tani, si erdhën për që dhe ja morën qenin? Ja morën ta vrasim, tha se do t'i vrasim qenë. Po lërë më tha po Gradec? Këtu në Tiranë. Tiranë, ha? Erdhën 4 veta me pushk. Sikur do kafshin Bin Ladenit. Ai 2 kile. As 2 kile ishte 1 kile e gjys. Qa u tha babi? Po babi qante. Qau, ha? Qante, mami, qante, gjanim gjithë dhe. Morë? Po qa si? Shikonja atë skenë atje, foto e ditës botrore do ishte. Ata erdhën darkë, ditën mëngjes, kur erdhën? Po ku dishin ata kush ishte ky? Se din fare. Ky që vite nga salonet e Saturnit, kur thot Ismaili, nga salonet e... Po dhe qëfar u tha? Po Maleri tha se do marrë leje, i tha babi, si të ma vrasish ti. Aja ty e morë. A i cuti kërcente, kur e zgjidhën se tha do më gjerin jashtë. Se dide që do t'a pushkatoni. Ata e futën karroca atje, a mani gjëmoj babi nga mbrapa. Pastaj shkojnë komitet ekzekutiv, nxori lejet e veterinaria aty, edhe babali 3 ditë, në vajtën andej një egyptian andej nga Kamza, e u lëshua Cuci, si hikte babit edhe e solli. Po dhe lejen ja dhanë provizorisht, që prap mas 2 vjetër, si mbaroj leja, filloj të merë, do ma marrin Cucin prap. Ma tregoj që këtë momentin kur e takoj mbas 3 ditët Cuci... Po të meri, kështë ble babi qofte, ku do të me ja ungër qoftet, a i kështë thënë a i atje buri, a i që e mbante. Që ky do të qumësh, ky do të... Babi atë isën e qumësh e tia, gjysmën e jepte ati, se ku kishim ne? Gjitha me racion. Ju hodhë këshu? Ju hodhë atje, hodhë për cuca, po së të linde Cuci, po mos e për qafonje, po mos e pufje, po mos e për gdhenje, nuk tikte Cuci. Po kur ngordhi si e përjetoj? Jo, së ngordhi e Cuci vdiq. Vdiq, po, më falë. Qavi. Qava. Qam, e mbajtëm në divan, e mbështollëm me qarqaft pastër. Dhe i bët i loj kështu. E varrosëm, e futëm sheqeri, futëm karamele. Edhe na pa një komshi aty kur po japnim varrin. Qa ka mët? Qa ka me qa ka? Mos i kthe kokën, tha babi, mos i kthe përgjigje. Se këta thonë për ne që këta janë budallej, po varrosin gjenin. Budallaj ishte ai gordi, jo qeni vdiq. E kuptova. Ti kësi krimineli vdes? Jo, krimineli gordh. Foto tjetër? Ja, këtë e shpjeguat. Foto tjetër, se e shpjeguam. Tani, një nga ata që... Kur festua 80 vjetori, neve i bëm dark në shtëpi. Në vitin 1980? 80 vjeç. I bëm dark në shtëpi, erdhën këta. Po? Kush ishte tjetër? Ishte, më duke se ishte Shefqet Musaraj, ishte Vebi Bala, nuk kujtohet ashtë, ishte një 10 veta. Po... Ishtruan dark, nuk sollën as i peshqesh. Pse? Po nuk sollën. Babi thoshte, kur shqiptarët e Bukureshtit festuan 60 vjetorin e Azdrenit, i bën peshqesh një pen floriri. Pen floriri? Pen floriri. Pen, kujtohet se. Pen floriri. Do në pen, këshu, floriri. Po, kur festoj këtë 80 vjetor? Jo, fare asnjë gjë. Po pse? Jo, edhe kur na dha Edi Rama njërë pena artë që kishte babi 100 vjetorin, i vodhen ato 1,2 lek, nuk na i dhanë. I vodhi ai drejtori. Si i vodhen anisëm? I vodhi. E kemi ble një pen, tha. Që ku e ke penën? Ku është pena? Jo, po se aji nuk është. Po mirë, kush është ai, kush e mori penën? Si vodhi drejtori, vodhi penën që ishte... Vodhi 1,2 lek që ishte çmimi. Kush ishte ky drejtor? Po tash nuk dua ta them emrin. Po ja, aty është drejtor me institucion tjetër është. Po dhe libra. Jam një shkrimtar, thot. Tani, na thuj diçka, pse Ismaili i thynte të gjitha këto rregullat edhe e vlerësonte dhe i shkonte gjithmonë Lazgush Poradecit? Po ishte i mençëm Ismaili.
Ismaili ishte jashtëzakonisht i kulturuar. Drejtëroi se ka përkrah babin, si ka ardhur ndonjëherë. Pse? Madje edhe kur foli Ismaili që ta bëjmë ta nxjerrim profesion të lirë, drejtëroi tha unë si komunist nuk jam dakord. Po pse? Nuk e di pse. Po më habit me këtë, pse? Ja, se di. Edhe kur kishte vdekur babi, ne s'kishim frigorifer, ishte viti 89, edhe unë shkova, ishte akoma drejtëroi kryetar Livje, edhe unë i thash ninës motrës, po shkoj, thash ti marrë një autorizim frigoriferi atyre në Livje. Edhe i them asaj sekretares drejtërorit, ai aty ishte, dëgjonte, në një autorizim për frigorifer. Nuk ka, tha, është vetëm për antarët e Livjes. Po dhe babi im thash antar Livje është. Po nuk ka, tha, nuk kemi. Edhe i ka unë. Nuk më dhanë. Jo, po më habit se drejtëroi... Nuk i tha i jepi, mo i tha një autorizim. Jo, dakor, po drejtëroi bënde ishte shumë njeri, që bënde që të drejtat e studimit e që të mbështetit. Edhe kur i tha njerë leje krijuese, nuk ja dha lekët. Unë i kam gjitha me dokumente, i kam të shkruara. Të gjitha i ka të shkruara babi. Po me shkrimtarët e tjerë? Ata të gjithë kishte shumë që e donin shumë babin, po ishin konjunkturat e kohës ashtu. Nuk e shikonin mirë ata por i trinin me lasgushin. Ku ti thoshte buria e partisë? Se dita që s'ka rëndësi, po... Shkrimtari thoshte? Shkrimtar, po ne ka qenë nga ata dhe që na kanë ndihmuar shumë. Kush e ka ndihmuar? Po na kanë ndihmuar. Ismaili ju ka ndihmuar? Absolutisht, po. Si, më trego diçka nga marrëdhënia e lasgushit. Po ishin puna që do na dilte shkolla neve. Si, me këta miq na dolën shkollat ne, se ky babi që kishte mbaruar gjimnazit 3 shtete, Manastir, Greqi, derisa e morin Silistra bakalaureatën, me një qytet adega Rumania. Nëse Ismaili e vlerësonte si poet. Ti lishin gocat pa shkollë, jo po vdista ai në sekond. Se e dinte që goca do rrin pa shkollë për ati. Edhe për shkollën, edhe që filluam atë tani kush përfilden shumë? Regjimi komunist është përfilde lasgushin apo lasgushi regjimin komunist? Jo, shiko, ajo që bëri regjimi komunist me lasgushin, ishte përgjigja që i dha që ti nuk shkrua për ne edhe ne s'përmenim ty. Si s'ka një poezia i për partim? Ja, po s'ka i tash, se nuk... Edhe po bote në një talëshe. Talësh? A ka bërë? Po jo mos bonde i tha një u prishën me Bashkimin Sovjetik. I tha, a më lasgusha, ta budaleja ta më po gradec. Popull, jemi njësoj. Po jo mërë ti, i tha babi, si s'jam njësoj me ty, u tha rigji ditën pira kiti, i tha aty, të flasun ty, i tha. Njësoj jemi para ligjit, se da tha e mveri atëri jemi njësoj. Njësoj jemi para ligjit, tha. Jo, si jemi njësoj, tha ne të dy, tha. Po kush ishte ky? Po një që pinda atje. Edhe i tha ky, tash ti tha që u prishëm me Bashkimin Sovjetik, tha hajde bëj një poezi, tha. Po si mërë, tha janë sekonde bëjmë, tha. I tha babi, tha. O Kryshov, o unë plastik, po në Bashkimin Sovjetik. Se lasgushi ka bërë këtë? Po. O Kryshov, o unë plastik, po në Bashkimin Sovjetik. O sa e bukur kjo. O Kryshov, o unë plastik, po në Bashkimin Sovjetik. Po mirë, këtë e botoj në njërej? Jore. Po jo, në këto e kisha fjallin të Ostenit e këto... Po jore, dhe këta shokët që i stilin ato poezit nga po Gradeci. Unë nuk e di këti që i ka bërë lasgush. Edhe babi ju këthem përgjigje këtyre, me telegram. Shokë priten i Lazarë, po vjen si bilbil gjuzarë, duke qeshur, duke qarë, si që ka kjo bote marrë. Edhe i thot ajo e postës babit. Nuk e dërgojmë neve këtë telegram. Pse tha babi? Se nuk dërgojmë telegram me të marrë. Se ishte me të marrë. Me marrë. Si që ka kjo bote marrë. Se nuk i dërgojmë me të marrë, tha. Tani, përveç kësaj, kishe dashuri tjetër babi jotë përveç mamas? Gjatë kohës që ka qenë martuar, jo, nuk di unë. Për ku e di ti? Po jo, nuk di unë, për ne ishim gjithë ditën. Babi me mami, se dhe mami jo në së mas 15 vjetësh ka lindur Konstantina? Jo, po ata 15 vjetë edhe si kur të kishë në mos marveshje, unë kam letrat. E di pse them këtë? Sepse ato poezia ishte ndjera. Nuk bëri më babi pastaj ato... Nga ato ishin këto të vjetra? Ato ishin atere. Ja, pas kam mbledhë në fija, dhe më thëmë. Jo, nuk ishte jam blithë në fija. Nuk ishte se jam blithë në fija. Foto tjetër? Po, Ismaili e vlerëson dhe jashtëzakonisht. Ismaili e donë të shumë. Ky është një pogradecar, nga to bashot, i burë shumë i mirë, edhe babi e kishte shumë mikë, të hankësha zemrës, ja që cuci si ri aty. Gjutën e dishin gjithë. E njifshin gjithë cuci. Po, foto tjetër?
Kish Kozma Basho. E di Jovan Basho doktorin? Po. Është i jati. Është i jati doktor. Jo doktori madh. Po doktori madh çe Ka dhe një Jovan Basho. Doktorin e madh kjo e kishte Xhaxha. Xhaxha. Okej. Ja, e mora shoqëzën për krah. E matë më rrugën ca nga ca, si kur në ndilë të lartë diçka. Pazuri dita përëndoj, pazuri nata në ambuloj, pazura shoqet të pushtoj. Përse buqet liqeri qet, liqer ti që thua ndaj buqet, qfar pe liqer bizal të shkret, e qastin kur e si e ndërmënd, kur si e ndërmënd, atë vënd, astroja zvdes po janë pa mënd. Tani, për gjithë ata që nuk e dinë se në ndjeki dhe geg, jo vetëm tosk, e pazura shoqen ta pushtoj është ta përqafoj. Po. Se pushtoj është e bukur, kështu si fjallë. Ta pushtoj, tamam pushtim. Tamam pushtim, ë? Konkuistare, kur thot italian. Asta e bukur edhe. Tamam se e përdorte i matra me të pas, ku thoshe, pushtoj, thoshte. Pushtoj. Po e pushtoj. Po se e ke pushtuar. E ke pushtuar, se kur e ke dashuruar, ti e ke zhveshur atë paja hequr rrobat. Ajo të është dorëzuar paja hequr rrobat ti. Kjo është dashuri. Po do tjetër? Pa shoqëza kush ishte? Po shoqëza i thot ai. Kush ishte? E di. Na e thuaj. Po tashin ku di unë tash kush. Na e thuaj vetëm vendin edhe çfarë, kështu, në përgjithësi, jo emrin. Po ku di unë kush ishte, ajo ka bërë para se të njëjtë maman. Jo, para se të njifte mamin. Po mirë, po kush ishte kjo shoqëza? Po ku di unë kush ishte? Po më ka bërë përshtypje, si nuk është bërë një këngë, një muzikë që të jetë në nivelin e poezisë të tij. Si bëjnë dot? Ja e kanë bërë. Po kjo praps. Ka bashkuar dy, do ta marr ta kem për fare më në zhverë. Ka bashkuar dy poezita ai. E pra se janë bërë bashkë. Foto tjetër? Korik. Një afshi dendur avullon në erë, po përvëllon një djellë po si prushi, u poq kajsia, bari është i prerë, ri në shullër fatlum një zogardushi. Prej kaq të nxehtë shqerat janë hequr më njanë. Nër drizëriku pike vapës iku, e qlodhe dirgje flejnë ka në vdekur, në këtë zjarë këtë mbarim koriku. Ka rënë heshtja por si frymë e dehur, mi qdo blerime mi qdo gjë të gjalla, kur ja se pylli dridhet pa pandehur, nër lisa lartë po qinqëron gjikalla. Qinqëron gjikalla, se e ishte dhe kriju si fjalëve të reja. Ja, u po qinqëroj tash si gjikall, se për lasgushit ka rënë heshtja por si frymë e dehur. Foto tjetër? Unë përpiqem që ta çpluros. Ike e zëmës. Po. Zjedh ti në zemër anë gji, bren mes për mes me rëgëti, vjen që nga vate për sëri. Se kështu është dashuria, shkon e vjen. Mall o mall që shkon e vjen, mall i mallin mos e gjen. Kush është kjo zemra që i ka ikur? Jo, është zemra e ti, që zemra e ti kishte 100 dyër, nga këto dyër të zemrës së ti futeshe nga të gjitha anët drita. Drita futeshe vetëm te babi im. E bukur. Foto tjetër? Vashet trim. Tani, kjo më pëlqen shumë. Kjo është. Do ta lexoj unë këtë, prit. Redaktorët tru kokall. Redaktojnë vjershëtorët. Po më thoni cilët vallë redaktojnë redaktorët, sa e bukur më. Kjo është perl. Redaktorët zëmërpis, fyënjës të poezisë, çmirë më dhejnë që më qortojnë, janë qenë që s'më kafshojnë. O sa i madh, o sa i madh. Redaktorëve faqe me nder të ndërmarrjes së botimeve, se ata ja ishin it. Mi ka qetur vargjet, thoshte Duro Mustafaj si një xhelat. Sa ai atë e quat e krim. Kush ishte Duro Mustafaj? Po një redaktor i shtëpisë botuese. Ai në Frashëri. Kur u botua Lasgushin mbas luftës së dytë botërore? Qa botime të zori? Nuk, vetëm një herë e botuan ca lirika. Vetëm një herë? Vetëm një herë zgjodhën disa dhe e botuan me një libër të vogël lirika. Kaq, e ke? Dhe kishte një mbes të Pogradec, po. Dhe kishte një mbes të Pogradec, që e kishte emrin lirika, dhe i biri saj e sharkullon të librin dhe thoshte, Dajo e ka bërë poezi ma mas teme. I ka bërë libër ma mas teme. Se vetëm kjo botua? Vetëm kjo. E bëri parathoni Muzafer Xhaxhiu. Vetëm kjo është botuar e Lasgushin? Po. Ky është dënimi më i madh. Po sigurisht se poeti do ta dëgjojë emrin. Çfarë thoshte ai për Enver Hoxhën? Asgjë nuk fliste fare ai. As juve? Jo. Nuk thoshte asgjë. Po për Egjimin çfarë thoshte? Jo, nuk thoshte asgjë. Ja pa thënë nga këto. O Grushova unë llastik. Me 4 vargje ai e thoshte gjithë ç'a bëhesh në Shqipëri. Çfarë thoshte?
me 4 vargje, Po pra në thuj. me 4 fjalë.